një prej kuptimeve të natës së Kadrit është dhe nata e caktimit të fateve. Pra përgjatë gjithë vitit, përgjatë gjithë asaj se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, caktohen pikërisht në këtë natë. Andaj këtë natë, përpos tjerash, duhet ta përjetojmë edhe si një mundësi e kërkesave dhe e pranimit lutjeve tona për vitin e ardhshëm. Pra, nëse arrim natën e Kadrit, edhe lutim Allahun me na dhënë punë të mirë, shëndet të mirë, familje të mirë, martesë të begatshme, lumturinë këtë jetë, lumturinë botën tjetër, xhennet, takim me Allahun, gjitha këto i pranon Allahu përgjatë gjithë vitit. Pra, nëse ne ja qëllim natës Kadrit, edhe bëjmë dua sinqerisht, edhe Allahu sheh hajrin të dua. Edhe Allahu sheh mirësinë, nëse unë ja pranoj këtij robi këtë dua, ky do të ngritet. Allahu ka më ta pranu. Përpos nëse është më hajër për ty, mos më ta pranu, ose nëse është më hajër për ty me dhon shpirt, mos më jetu. Allahu nuk ta pranon sepse kjo është më e mira për ty. Përndryshe, nëse është më hajër, Allahu ka më ta pranu atë lutje. Andaj le ta shfrytëzojmë, se nuk i dihet mund të jetë kjo nata e Kadrit. Zakonisht kërkohet në netet tek, por jo detyrimisht mund të jetë vetëm në netet tek. Mund të ndodhë që të jetë edhe në netet çift. Ka edhe transmetime që disa sahabi e kanë dëshmuar që në natën e 22 e kanë përjetuar natën e Kadrit. Edhe pse është natë çift. Pra nuk duhet na mu kap shumë pas neteve, edhe pas datave, por duhet pas përkushtimit ndaj Allahut subhanahu